Luftimet të ashpra u shpërthyen në kryeqytetin sirian Damask, ndërsa rebelët sulmuan forcat besnike të presidentit Bashar al-Assad. Dhuna është përqendruar në zonën jobare, si dhe në një kryqëzim të rëndësishëm të Damaskut. Luftëtarët rebel u përpoqën për të kapur pozicione në zonat lindore në qendër të qytetit, ndërsa forcat qeveritare u përgjigjen me bombardime të rënda. Ende nuk është e qartë nëse rebelët kanë arritur të sigurojnë ndonjë territor në luftime, ndërkohë që edhe ushtria siriane ka njoftuar se ka nisur sulme nga ana e saj. Më herët raportet thanë se shpërtimet në qytetin Palmira kanë vrarë 19 persona. Dhuna në Damask dhe Palmira ka ardhur pas ofertës së kreut të aleancës opozitare të Sirisë, Muaz al-Khatib, për bisedime me qeverinë, gjë për të cilën mund të tërhiqet mbrapsht derisa gratë e burgosura të lirohen me një afat deri të dielën. Khatib, i cili kryeson koalicionin kombëtar, ka dhënë ofertën e tij të papritur rreth bisedimeve të paqes të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, OKB-s dhe Ligës Arabe, por kjo është injoruar deri më tani nga qeveria e Assad. Më shumë se 60.000 njerëz vlerësohet të jenë vrarë në konfliktin 22 mujor në mes të qeverisë së presidentit Assad dhe grupeve rebele. OKB thotë se ka frikë të vazhdueshme se dhuna mund të destabilizojë të gjithë rajonin.